Lufta e Bedrit na jep shumë mësime dhe të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbatoi në standardet mbi robërit e luftës së Bedrit, ku një rob për të fituar lirinë duhej ose të paguan ose të mëson shkrim leximin 10 personave të cilët nuk dishin shkrim lexim në Medinë. Kjo ishte kushti për të fituar lirinë. Një kusht për një robër që nuk ishte parë në historinë e njerëzimit dhe ndoshta nuk ishte praktikuar, por për herë të parë këtë e vërtetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por mbasi jemi te shkrimi dhe leximi, sot shfrytëzoj rastin që edhe 7 marsi është dita e mësues. Ata të cilët gjithçka japin nga vetja e tyre për edukimin dhe arsimimin e brezave. Ata të cilët në një formë, ashtu siç ishte pejgamberi alayhis salam i dërguar mësues për njerëzimin, ashtu edhe të njëjtët mësuesit tanë, ata të cilët mësojnë shkrimin dhe leximin, sot jo rastësisht edhe dita e Bedrit përkon me datën 7 mars, ku të gjithë mësimdhënësve lejoni që në emër të muftinisë dhe organeve saj, strukturave fetare të teritorit të muftinisë së Gostivarit të uroj këtë ditë madhështore. Lufta e Bedrit është luftë e fitoreve dhe qofshin ditët e Ramazanit, ditë të fitoreve tona, tretës, mirës, zvërtetës dhe inshallah e vërteta dhe e mira mbi sumdoft mbi ne, mbi shoqërinë tonë dhe mbi botën mbarë në përgjithësi.